Tashmë po kthehet një nga aferat më të diskutueshme. Flitet për para ruse, flitet për korrupsion, flitet për mitmarrje në kontekstin që tashmë qeveria kërkon të nxjerrë nga loja një prej biznesmenëve që ka investuar deri në këto momente në portin e Vlorës. Sikur mos mjaftonte vetëm kjo ngjarje, duket që tashmë Bexhet Pacolli ka nisur me një sër reagimesh. Një sër reagime të cilat lidhen drejt për drejt me akuzat apo me pretendimet që ai ka për çështjen e investimit të aeroportit Vlorës, por gjithashtu edhe me kontekstin e asaj se çfarë ndodh. Më saktë ditën e djeshme përsëri zoti Pacolli ka reaguar në rrjetin e tij social në Facebook, duke kthyer përgjigje për sulmet që u bën në emisionin në një prej emisioneve ku deputeti, thash mos përmendja në sensin në Syri Televizion, në emisionin A Show të Adi Krasës, Belind Këlliçi hodhi disa këndvështrime apo disa këndvështrime që lidheshin me aeroportin e Vlorës. Vetë zoti Pacolli as emri nuk ja periferizoi mirë zotin Këlliçi, por tha që çdo gjë që ai tha në atë intervistë ishte komplete kundërta, që shteti shqiptar nuk ka investuar asgjë dhe aty ka investuar vetëm Bexhet Pacolli. Pra kjo është një panoramë në një situatë, një ngjarje e cila duket se po rikthen përsëri për plasit që ka politik dhe biznesmen. Por në anën tjetër ka shumë pikpyetje se çfarë ndodhin. Mbi këtë çështje e cila lidhet drejt për drejt me një nga investimet kryesore dhe një nga aeroportet që lidhet me sigurinë e vendit. Çfarë fsheh kjo ngjarje? A është vërtet një aferë midis apo një përplasje midis dy biznesmenëve? A është kjo vërtet një përplasje midis Edi Ramës dhe zonjës Balluku kundrejt Bexhet Pacollit, kush kërkon të marrë pjesën e luanit? Këtë këndvështrim do të diskutojmë sot dhe më pas pjesën e dytë e emisionit do të diskutojmë mbi deklaratën e zotit Berisha, i cili tha konkretisht mbi atë se çfarë ndodh brenda Partisë Demokratike, duke thënë që në garën që do tapet për kreun e Partisë Demokratike, unë do të jem në garë. Këto do të jenë dy perspektivat që ne do të diskutojmë ditën e sotme dhe do të prekim fakt dashur miq për secilin prej jush, duke nisur me aeroportin që ka më shumë interes dhe që nuk po flitet shumë. Ne do të mundohemi me Marsidin dhe me Anërin të japim këndvështrimet tona për këtë çështje e cila ka shumë mjegull, ka shumë tymnaj dhe do të mundohemi të afrohemi të vërtetës saj sa ne mundemi, por dhe do diskutojmë faktin që zoti Berisha, 81 vjet sot, kërkon përsëri të garojë për kreun e Partisë Demokratike. Këto janë dy perspektivat, besoj që Marsidi mund të japi një aspekt dhe nga ana ligjore për këtë çështje. Faleminderit Ermal. Në raport me çështjen e raportit të Vlorës, unë jam pajisur edhe me disa dokumenta në lidhje me konfliktet që kanë filluar midis njërin nga administratorët më të besuar për shumë vite të zotit Pacolli. Që është zoti Ademi? Jo, është jam fal se i kam këtu në. Jo, s'ka problem. I cili është Valon Luka. Njëri i besueshëm i zotit Bexhet Pacolli prej 18 vjetësh, i cili ka lidhur një kontratë me partnerin e 2A për implementimin e një kontrate në Libi për llogaritë të kompanisë Mapco. Kontrata tjetër lidhur me kompaninë 2A, e cila është kontratë e zotit Valon Ademi, pra kompania e zotit Valon Ademi. Dhe bëj fjalë për një kontratë në cilën u paguan 14 milion euro pa garanci bankare. Kur Bexhet Pacolli kuptoi që kjo pagesë ishte bërë pa garanci bankare, kërkoi një takim me administratorin e vet Valon Lukën, i cili e siguroi atë se 2A po ndërmerr të hapa të mëdhenj dhe se kishte blerë mbi 30 njësi makinerish për të ekzekutuar punimin në Libi, duke bindur se kompania A2 ishte një partner serioz. Pra historia midis tyre, konflikti ligjor midis tyre fillon në Libi, në lidhje me një kontratë. Dhe në atë kohë flitet që zoti Pacolli u bind për shkak se krau vetit djathtë, Valon Luka, i cili ka punuar me të për 18 vjetësh, ishte i drejtë dhe i vërtet në lidhje me qëndrimet që kishte me kompaninë A2. Mirë po në muaj shkurt të po atij viti, klienti nga Libia i dërgon një letër zotit Bexhet Pacolli, në cilën i lajmëron se kompania 2A Group nuk po kryente punimet që kishte marrë përsipër nga kontrata.
dhe ishte një kompani konfliktuoze dhe kishte mashtruar furnitorët e materialeve ndërtimore duke u premtuar pagesa që si bëri asnjëherë. Dhe flitet që puna arriti deri aty sa Dyja Group në drejtimin e pronarit saj Valon Ademit, në vend që të shlyente borxhet, u largua nga Libia së bashku me të gjithë njerëzit e saj, duke lënë në kantier vetëm 2 njerëz, një shqiptar dhe një prej vendasve që një libian. Në këtë situatë ka filluar krisa e parë, edhe kam edhe goxha dokumente të tjera që do i nxjerrim edhe ditët në vazhdim. Masa edhe mund të kemi zotin Pacolli ose një personazh tjetër që është afër kësaj ngjarje që mund të vijë, avokati i tij. Por di të them që thjesht mund ta bëjmë lidhje Skype nëse ka lidhje me Skype, po. Fizikisht. Ajo që është, si thua, thelbi i situatës, është që ka pasur një raport miqësor dhe interesash midis Valon Ademit dhe Valon Lukës. Kjo është, këtu ka filluar realisht dy Valonit, Valon dyshi. Valoni, prandaj si duket e ka 2A. Dihet që në 18 gusht të vitit 2025, Bexhet Pacolli është informuar për një veprim tjetër, në cilin Valon Luka, duke përdorur një autorizim të shkruar me mirëbesim nga ana e tij, vitin 2023, ka kompletuar një dokumentacion dhe mendimin e një notere. Në prill të vitit 2025 ka transferuar në emrin e Valon Ademit 47% të aksioneve të kompanisë Via. Luka. Po. Ky akt është mbajtur i fshehtë nga Valon Luka dhe është gjetur nga Bexhet Pacolli në datën 28 gusht, rreth 4 muaj më vonë. Pra administratori i kompanisë i ka kaluar ortakut 47%. Po. Pa dijenin e zotit Pacolli nëpërmjet një akti të shkruar në mirëbesim nga ai dhe veprimet ligjore janë kryer pikërisht në një periudhë kohore në cilën zoti Pacolli është edhe faktuar ka qenë. Po si mund të ka një pyetje? Se unë e di marrëdhënie kontraktuale të këtij lloji, këtij biznesi, unë besoj se nuk mund t'i kaloj dot administratori përmes i kalon bordi. E ka pasur ai mirëbesimin, sepse zoti Pacolli. Jo, s'është problemi se patjetër. Po kalon me bord e ka mllafin, nuk mund të kalojnë kuotat se do një administrator. Pra duhet firmosi. Jam dakord, kishte firmosur në mirëbesim. Kishte mbajtur e fshehtë, pra e kishte autorizuar edhe për kalim edhe për shitje kotash. Në atë kompani që ishte. Zoti Pacolli kishte autorizuar për Valon Ademi që Valon Lukën që të kalonte kuotat e Valon Ademi. Jo të Valon Ademi, në çdo lloj operatori tjetër ekonomik. Po. Në mirëbesim, po jo konkretisht për rastin në fjalë, cilin flitet. Thelbi është për t'i rënë shkurt, sepse dua që mos futemi shumë në detaje, mbasi këto dokumente dhe një pjesë e tyre kanë ardhur sot, po thelbi është që transaksionet bankare për cilat flitet, paratë e tërhequra nga kredia dhe çdo gjë tjetër janë bërë me garancinë e Mabetexit. Si mund të marrësh para kur ti nuk ve kolateral? Pra është njësoj sikur unë të kem një pallat, ju të dy mos keni asnjë pro, unë të aplikoj për një kredi me idenë e investimit në antena në televizion. Edhe ti ose Ermali trisni para ndërkohë që garancia bankare është prana ime. Atëherë kush i ka këto 48% kuotrat e tjera? Kjo është logjika. Kaq po ta shkërmogjim, sepse unë tregova vetëm një pjesë që është më e icebergut pasi kanë filluar situatat, sepse duhet i përpunojmë. Po, normal. Ne kam këtu dhe e thash dhe në emisionin e dieshëm që kanë ardhur disa gjëra. Thelbi është që këta pretendojnë aksione pavarësisht vlerës, sa kushtojnë qyshtek, ndërkohë që përparatë e tërhequra nga banka nuk kanë dhënë asnjë kolateral për të marrë këtë garanci, kaq e thjeshtë është, për të marrë kredinë financiare. Kur ti nuk parati ka marrë Bexheti. Bexheti. Po pse thuhesh në këto në mediat e tjera? Sepse kredia që ka marrë 6 milion euro tek BKT-ja është bler nga një bankë tjetër, në cilën